Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Nuk ma kishte premtuar njërit çmimin, nga Arbana kisha frikë. Moza habit me deklaratat. Fituesja e edicionit të parë të Fermës, shkrimtarja e njohur Moza Ahmeti, ka qenë së fundmi e ftuar në një intervistë përballë gazetares Pranvera Borkaj. Përveç emocioneve të triumfit dhe eksperiencës së saj unike brenda formatit, Moza ka folur shumë hapur edhe për dyshimet fillestare që produksioni kishte ndaj saj. Ajo tregoi për herë të parë detaje nga intervista dhe biseda e bërë me dy drejtuesit e projektit, Arbanën dhe Eduardin, përpara se të merrte vendimin për të bërë pjesë e Fermës. Sipas shkrimtares, megjithse dëshira e tyre ishte që ajo të vazhdonte sa më gjatë në lojë, në sytë e tyre shihej një lloj skepticizmi nëse një karakter i formuar dhe i veçantë si ajo do të rezistonte kushteve të izolimit dhe punëve të vështira të Fermës. Lidhur me këtë përballje, Moza pranoi se u ndjej e lënduar nga mosbesimi i tyre, por ky koment i shërbeu si një shtys më shumë për të treguar forcën e saj. Nuk më ka ardhur mirë. Nga një anë më erdhi mirë që ishin të sinqert, por nuk më erdhi mirë që ishin mosbesues. Unë jam britsjap, kur vendos një objektiv, e arri deri në fund. U shpreh ajo.